Përshëndetje shikues të Telegrafit. Unë jam Meridiana Statolsi dhe sot kemi vendosur që ta vizitojmë qytetin e bukur të Pejës. Këtu në Pejë kemi ardhur për të njohur më nga afër me trashëgiminë kulturore të qytetit të Pejës. Mirëpo, për të na folur më detajisht dhe më shumë rreth kësaj trashëgimie, e cila normalisht nuk është e pakët, brenda muzeut është duke na pritur arkeologu Sefer Lajqi. Shkojmë të takojmë. Mirë dita. Përshëndetje zoti Mirë se Lajqi. na keni ardhur. Mirë Se na keni ardhur. se ju gjetëm. Në konapun e Tahirbeut, është një kënaqësi e madhe që sot ju kemi këtu, e në veçanti që keni ardhur të vizitoni trashëgiminë kulturore të qytetit të Pejës. Në që jemi këtu në parkun arkeologjik, Muzeu i Pejës, kryesisht zhvillon 3 ekspozita, arkeologjike, etnologjike dhe në vazhdimisht sipër do thotë hapjen e ekspozitës historike. Kur flasim për Muzeun e Pejës, tu jemi në konapun e Tahirbeut, dhe është e rëndësishme që krahas këtyre artefakteve kemi edhe një gur, artefakt shumë i rëndësishëm, i cili është gur mulliri, ishte i mullirit të Sheremetit, çka ka një rëndësi të veçantë për qytetin e Pejës. Kur flasim për gurin, është e rëndësishme që do ishte mirë të vizitojmë edhe kullën e Sheremetit për të njohur më shumë edhe më mullirin i cili ka qenë pjesë e saj. Këtu jemi në kullën e Sheremetit, një kull me një rëndësi mjaft të veçantë. Kjo kull i takon shekullit e 18. Rëndësia e kësaj është që po flasim për një kull të familjes Sheremeti, familje cila ka ardhur nga Sheremetajt e Gjakovës, familje e pasur, dhe ka shërbyer jo vetëm për familjen e tyre, por më vonë është me rëndësi të theksohet fakti se ka shërbyer edhe si burg. Dita e hënë, 9 gusht 1947, ishte ditë e zezë për qytetin e Pejës. Në këtë hapësirë ishin të burgosur rreth 100 shqiptar, patriot, të shquar, intelektual, të cilët kundërshtonin pushtetin serboslav të asaj kohe. E gjithë kjo rezultoi atëherë se kjo ditë e hënë e 11 gushtit 1947 ishte ditë kur porta hyrëse e kësaj kulle qëllimisht mbeti e hapur, ndërsa të burgosurit filluan që të dalin nga kjo kull dhe kryesisht nga ky burg. Dhe me largimin e këtyre të burgosurve, ata filluan t'i vrasin rrugëve aty kur i kanë hasur. Kjo e dëshmon faktin se në përlagjit e qytetit Pejës, përmes së 2 javë mbeten kufomat të pa varosura, të ekspozuara. Pas 2 javë, kur era kundërmonte nga një lagje në lagje tjetër, pushteti Jugoslav i asaj kohë që ishte këtu në Pejë i detyroi kompaninë pastruese të qytetit që t'i marrë dhe t'i varos diku jashtë qytetit. Arsye e kësaj që jemi edhe këtu, kjo kull ka pas në aneksin pjesën jugperëndimore, do thotë edhe mullirin e saj. Në muze patëm si eksponat dhe artefakt, do thotë gurin e mullirit. Mulliri i Sheremetit ka shërbyer për bluarjen e drithrave nga gjitha këto territore, do thotë jo vetëm të Pejës, po kryesisht edhe territoreve tjera. Mjerisht sot është në një gjendje mjaft të rëndë. Nga kjo nënkuptohet se duhet me domos sa më parë të zgjatet e dora nga institucionet përgjegjëse
që të bëhet renovimi i kullës së Sheremetit për të mos harruar vrasjen dhe gjakun e qindra dëshmorëve të cilët kanë qenë nëpër këto burgje dhe sot nuk janë më.